Një ngjarje tronditse ka shokuar botën e futbollit. Një futbollist vetëm 24 vjeç humbi jetën në mënyrë tragjike pasi u godit nga rufeja teksa po zhvilloi një ndeshje. Pamjet e momentit janë rënqethëse. Teksa loja vazhdonte normalisht dhe lojtarët ndodheshin në fushë, një rufej goditi papritur 24 vjeçarin, i cili u rrëzua menjëherë pa ndjenja para syve të bashklojtarëve dhe tifozëve. Ekipi mjekësor ndërhyri me shpejtësi dhe i dha ndihmën e parë, duke kryer reanimim. Më pas, ai u dërgua me urgjencë në spital, por fatkeqësisht nuk arriti të mbijetonte plagëve dhe djegjeve të rënda. Nga incidenti mbetën të lënduar edhe 12 futbollistë të tjerë, të cilët pësuan djegje dhe lëndime të ndryshme dhe morën trajtim mjekësor. Më vonë u konfirmua se viktima ishte Safan Avae, ndërsa tragjedia ndodhi gjatë një ndeshjeje miqësore mes skuadrave të ligës së tretë në Tajland më 4 gusht, në kushte të motit të rënduar nga shirat e sezonit musonik. Sipas protokolleve të FIFA-s dhe UEFA-s, ndeshjet duhet të ndërpriten menjëherë kur ka rrezik nga rrufet, por në këtë rast tragjedia nuk arriti të parandalohej.